Si e komentoni deklaratën e kryeministrit Edi Rama, i cili theksoi për Deutsche Wellen se drejtësia do duhet bëj punën e saj dhe se qeveria nuk mund të komentojë në këtë rast dhe se nuk mund të merremi me gjyqje popullore. Në optikën tuaj si avokat, si e zbërtheni një deklaratë të tillë? Së pari, kjo deklaratë nuk është juridike, është thjesht mbrojtëse. Atë që ju thash më përpara, çfarë? Zoti Rama tregon të ndërkombëtarët që ka lidhje edhe ai dhe zoti Veliaj, sepse gjithë ndërkombëtarët të cilët kanë pas një pikë linje komunikim me zotin Veliaj, janë të çuditur pse zoti Veliaj përfundoi në burg. Dhe ai për të justifikuar këtë gjë, çfarë bëri? Një pakt juridik me Spakun, që të merret zonja Balluku si një person i cili do të razojë ujërat mediatike, duke thënë që edhe një person i fortë rreth vetes zotit Rama është marrë pandehur, pra është marrë në sitës së drejtësisë e reformuar të mashtrimit, flasim gjithmonë, nga Partia Socialiste, dhe të shikoni, thot njëri të tjetrit, se shkon Ramës, ja mori Spaku edhe këtë njeriu në vetë, se po ta kishte vetë Spaku, pse do të merrte këtë dhe nuk merrte Taulant Ballën, pse nuk merrte Damian Gjiknurin, pse nuk merrte një person tjetër atë me i pardin që janë këto abuzime, pse nuk merr Kumbarën, a kupton? Pra, do të tregoj tek ndërkombëtarët që kanë pas lidhje me Erion Velin që shiko, mua më kanë marrë njeriu më të besuar dhe unë s'kisha çfarë të bëja dhe e lash në mëshirë të fatit, sepse unë nuk ndërhy ai shkreti, as të drejtësia të asnjë vend. Pra, kjo është një lojë mbrojtëse ndaj vetes së tij, sepse ai do të mbrohet me rastin e Ballukut, sepse për shembull kemi parasysh diçka tani. Ju e dini shumë mirë që kur unë thoya që për Velia nga kjo deri kaq nuk shikoj gjëra të mirë, edhe të gjithë thonë ç'a thot ky radh. Të thosha para 1 muaj dhe para 6 muaj për Ballukun nuk e shikoj dhe erdhi fleta. Tani ose do shkoj se në një moment do shkoj, nuk ka nga të bëj. Dhe unë po të them ty, situata është e tillë. Këta të cilët kanë investuar të këta individ që janë afër Edi Ramës, kanë dështuar, sepse PR-i jashtëm, në PR-in e brendshëm luan një rol shumë thelbësor. Kush është vendimarrja? Pra, unë mundet të fryem që jam miliarder, po në rast se ti më shiko me një makinë luksoze, nga pikpamja jashtme, ti çfarë shikon? Mjetin, thonë sa miliona pas ka ky. Po ti se di, a e ka marrë me qera, është e imja, është e miku tim edhe kështu me radhë. Pra, këto dy gjërat njerëzit nuk i shikojnë ai që ka pushtet, nuk ja shikojnë. Thjesht shikojnë që ky është afër Edi Ramës, mjafton ty një foto me Edi Ramën dhe ti mbaroj puna, shkëput aty që ti pas ke lidhje, pas ke marrëveshje me Ramën dhe je person i besuar i Ramës. Prandaj unë do të them tek ju, tek opinioni publik, që ky nuk është një fakt ose një procedim penal që të tregohet që shiko Rama nuk është se ndërton ai Spakun. Jo, ky është mashtrim publik. Rama është në një situatë ku duhet të mbrojë veten e tij, sepse ka përballë tij Erion Veliajn. Dhe Erion Veliaj nga burgu tha fjalën e famshme, në rast se flas unë, ti je lajmi i fundit. Edhe kjo nuk kuptohet tani, në Shqipëri jetojmë. E dim fare mirë dhe shumë mirë se si jetohet, ku jetojmë dhe dim lidhjet e miq tanë ose njerëzit tanë që kemi që na flasin dhe thënë për disa fakte. Thjesht fakte, nuk ka nevojë të thot dikush të gjesh tim një provë. Edhe ajo pastaj po futet te fakti, pastaj ai që i cili kërkon, sigurisht që do të gjehet një fakt konkret dhe do të provohet edhe në të ardhmen për vepër penale. Prandaj unë mendoj që zoti Rama e ka bërë bukur këtë PR. Ky PR mund të jetë i dhimbshëm për zonjën Balluku, por ta dini që ajo do jetë një protagoniste e denjtë, e zgjuar dhe një protagoniste e cila do të zbatojë urdhrat dhe nuk do të lëshojë zoti Rama në asnjë moment. Në rast se nga zoti Veli e zoti Rama është i kërcënuar, por nga zonja Balluku nuk do të jetë kurrësi i kërcënuar. Thjesht do të jetë një person i cili do jetë më i sigurt se sa ndonjëherë në jetën e tij. Avokat, pasi doli lajmi nga Spaku se Balluku është marrë personën hetim, ajo më pas u shfaq në Zvicër dhe u përfol një moment se mund të ketë kontaktuar me avokatin e Tigrit, pra të Arben Ahmetajt. Ju si mendoni fakti që Belinda u kthye nga Zvicra do të thotë që ka marrë garanci nga Edi Rama apo janë thjesht hipoteza në këtë rast?
Jo, zonja Balluku është e sigurt në misionin e saj, është e sigurt atë çfarë e pret, është një person i cili i shikon gjërat me pjekuri dhe nuk është një person i cili mund të trembet apo të ketë probleme me atë çfarë e pret. Është një person që përballet me realitetin, nuk i pëlqen aq sa kam pa të jetë person viktim, mund të jetë një autore e vërtet, po autore protagoniste e një filmi, një skenari, e zbaton mirë detyrën e saj dhe nuk ka rëndësia ka qenë në Zvicër apo jo, dihet që Zvicra nuk kupton zotin Ahmetajn, siguron tek zoti Ahmetaj që azili i tij është i sigurt, por nuk siguron qëndrueshmërinë e tij në aspektin publik në rast se do jetë e vërtet. Pse ju e them këtë gjë? Se në rast se zonja Balluku për një arsye X procedohet dhe shpallet e pafajshme, në të njëjtën kohë zoti Ahmetaj nga siguria e tij që ka azil politik, menjëherë ai humbet azilin politik dhe besueshmërinë në organet e Zvicrës, sepse zonja Balluku në anën e saj si zëvendës kryeministre ka lidhur edhe një bashkëpunim institucional me qeverinë e Zvicrës. Pra, duke thënë në këtë prizëm, në këtë pikpamje, ju duhet kuptoni që zonja Balluku ka nisur një mision të çuditshëm, jo me kuptime të qarta, por rëndësi ka indicjet, dhe nga indicjet që ajo ka lëshuar në pamjen e saj në tren, të kujton atë këngën e famshme në tren në Prizren edhe kështu, ajo kënga e Prizrenit, dhe prandaj unë them që me tren nuk vjen zonja Balluku në Shqipëri, por ajo mund të thoshte që me tren do të vijë zoti Ahmetaj në Shqipëri, në rast se treni do të realizohet brenda 2030-s, pra linja direkt nga Zvicra. Por ajo që unë mendoj është kjo që zonja Balluku ka nisur mesazh tek shumë persona të tjerë, sepse duhet keni parasysh ju që lufta e cila bëhet me spakun, pavarësisht se është e drejtë apo jo, a është e pavarur apo e varur, sigurisht do të bëhet vetëm me avokatin e saj dhe sigurisht që do të marrë një avokat. Unë e këshilloj që të shkoj e vetme atë ditë, për mos shkoj me avokat, të shtyhet procedura, të kuptoj çfarë don të thot spaku, dhe në rast se zonja Balluku ka interes dhe do të marrë një avokat kryesisht për shkak se nuk ka të ardhura aq shumë monetare, mundet të kërkoj nga lista e prokurorisë, aty ka emrin edhe mbiemrin tim, edhe mund të më marrin në telefon dhe unë mund të paraqitem avokati zonjës Balluku, nuk është problem, sepse unë gjithmonë them që prezumimi i pafajësisë është një ndër pranimet kryesore të cilët ne duhet të mbështetemi dhe përveç kësaj mos të diskriminojmë një person i cili a është i majt apo i djathtë me parti apo pa parti, po gjithmonë duhet besojmë tek këto parimet. Prandaj emrin ma ke në listë, po do më zgjedh. A mendon se Belinda Balluku në këtë rast mund të procedohet në gjendje të lirë dhe mund të përfitojë edhe lehtësim të masës sigurisë sa i përket faktit që është grua? Shiko, këtu kemi një problem dhe nuk e kuptoj pse spaku e bën këtë dhe opinioni publik nuk e kupton. Shiko, t'jap disa shembuj. Rasti i zotit Veliaj procedohet për pastrim të produkteve të veprës penale dhe është arrest në burg. Gruaja e tij është detyrim paraqitje. Pothuajse kanë të njëjtën akuzë. E njëjta marzh dënimi është. Pra këtë gjë nuk e kuptoj. Pra burri do bëj burg për gruan dhe gruaja do të bëj detyrim paraqitje. Kështu e kuptoj. Pastaj rasti tjetër është ke zonjën Kryemadh dhe zotin Meta. Të dy kanë të njëjtat akuza. Zonja Kryemadhi na bën filma, zoti Meta na çeka në burg. Po janë të njëjtat akuza. Pra, çfarë lehtësie është kjo? Sepse kodi penal i yni nuk parashikon je grua apo je diçka tjetër dhe të përjashtoj. Një shumë mirë, dy gjini, burr apo femër. E tregon qartazi kodi. Dhe mënyra se si përjashtohen këto individ të cilët nuk merret një mas ndaj tyre, pra
femrat nuk merr një masë sigurie, arrest në burg dhe arrest në shtëpi, nuk e kuptoj, edhe mos harroni dhe faktin që gratë kanë në pogradec vendin e tyre dhe kanë akoma më të mirë dhe kanë luksoze. Pra janë shumë më mirë me kushte se sa janë burrat në burgjet e Shqipërisë. Prandaj mua personalisht nuk më intereson fare a do të merret një masë ndaj saj, mjafton lajmi. Pra, mos u deni nga ideja që duhet merret një masë sigurie. Jo, edhe sikur ky lajmi të jetë mashtrues dhe thjesht tha po të tregoj që shiko, kjo nuk është e vërtet, qa media, kazani, kështu me radhë, ju duhet kuptoni diçka, shikoni kush është sekreti. Sekreti është ky. Në rast se në të vërtetë është që nuk e ka shku fletëthirja, po i ka shkuar që hajde paraqitu na thuaj diçka. Por, unë po të them një fakt tjetër. Kështu ndodhi edhe me rastin e zotit Tahiri. Çfarë ndodhi? Fillimisht dilte një lajm në Shqipëri, nuk u dha në konsiderat fare. Pastaj vazhdojnë disa lajme, filluan duke u fshi. Pastaj u dilshin lajme u fshinin. Në fund fare, në 2017, dolën akoma dhe më shumë lajme dhe pastaj arritëm në rastin e procedimit të tij dhe u bë fakt konkret dënimi i tij. Pra, për ata që mendojnë që mediat janë kazan ose shpifin mediat për të nxjerrur një lajm koti, mu mendoj se ndonjëherë media ose ose në shumtën e herëve media nuk ka gabuar. Por ajo çfarë unë mendoj tek rasti i zonjës Balluku është kjo që media ka përdorur të njëjtën pothuajse rast me zotin Veliaj dhe zotin Ahmetaj, duke nxjerrë si skemë dhe duke marrë pastaj. Por nëse e sigurt është që zonja Balluku do procedohet. Por për çfarë do procedohet, kjo nuk dihet. Por procedimi është i sigurt. Edhe sikur të jetë një lajm i cili mund të riqet në çdo moment, por është e sigurt që ajo do të procedohet, por atë gjë që prokurori bën gjithmonë është që e zvarrit dosjen e saj.